2 ditë pas rëmues së madhe këtu në vend kalimin kufitar të Tabanocës, dita e tretë duket paksa më e relaksuar pasi që nga 4 sportele që funksionuan 2 ditë, prej sot po funksionojnë 8 sportele të pikpagesave të kundërvajtjeve në trafik nga shtetasit e huajt, të cilët kanë kaluar apo kanë qëndruar në Maqedoni, por shumë prej tyre ankohen se aplikacioni online nuk po funksionon dhe ka shumë vonesa dhe pritje në 40 gradë Celsius për të paguar në për sportele. Në ditën e tretë të zbatimit të pagesave të gjobave në kufirin e Tabanocës nga shtetasit e huaj të kapur prej kamerave të SafeCity-t, është vënë në zbatim edhe aplikacioni për pagesa online. Por shumë prej të huajve ankohen në pengesë të funksionimit të këtij aplikacioni dhe në mungesë të terminaleve për të paguar direkt në sportelet me kartel bankare, gjë që i detyron të shkojnë në qytetin më të afërt, në këtë rast në Kumanov, për të paguar nëse nuk ju bën aplikacioni. In every normal country, you receive the fee at home. You don't have a POS here. Nobody knows nothing. So from today you have the application to do online payment. Do you know that? It's not working. We are uploaded that it's not working. It's not working. It's not normal in 2026 to have these lines at 40 degrees in the customs, really. You must, I don't know, it's not even European, but you have to do something. It's not normal to stay here. A ne znam šta je, jednostavno su uzeli pasoše i sad čekamo kao ludi ovde na granici. Na plus 40 i kusura. Mislim, to je van pameti. Što vi velat? Što vi velat? Što vi pričat? Prekršaj. Ok, prekršaj. Provučeš karticu, platiš i ideš. A ne ovoliki narod čeka ovde kao lud. I am from Romania. I'm waiting to pay a ticket. I was very careful on the road. I think only once, maybe I had 6 kilometers over. Yes, over there, I got the ticket, so. Do you have any issues about this? For now, not. Just that I'm staying with my children here, my small children, it's very hot. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se prej sot janë hapur 8 pikë pagesa në vend kalimin kufitar të Tabanocës dhe kjo ka ulur dukshëm kohën e pritjes për pagesa të gjobave. Zëdhënësi Goca Andrejev tregoi se si mund të paguhet online. Преку апликацијата странските државјани ќе можат едноставно и директно да добијат информации за сообраќајните прекршоци евидентирани со системот Безбеден град, да имаат увид во издадените прекршочни платни налози, како и да ги подмират глобите по електронски пат. По логирањето потребно е возачот да ја слика или скенира својата платна исправа и да ја внесе регистрацијата на возилото или возилата кои тој ги користи во нашата држава. На тој начин странските возачи кои со своите возила ќе бидат евидентирани дека сториле сообраќаен прекршок на територијата на целата држава, ќе можат навремено и едноставно да се информираат и да ја регулираат својата обврска без потреба од дополнително задржување на граничните премини. Me kamerat inteligjente gjatë hyrjes në pikat kufitare lehtësohen targat e automjeteve dhe nga kontrollet kufitare ndalohen vetëm ato automjete që kanë bërë kundërvajtje në trafik. Ata që nuk kanë bërë shkelje lëshohen pa u kontrolluar. Kjo database ka evidentuar të gjitha shkeljet nga një shkurti, kur hyri në fuqi sistemi SafeCity dhe po zbatohet nga 19 gushti fillimisht në vend kalimin kufitar të Tabanocës dhe pastaj do të zgjerohet edhe në pika tjera, për të ndaluar çdo vetur të huaj që ka bërë shkelje në trafik.